dalje nga kjo krizë. Pra, aktualisht, vendosje nuk i ka numrat për ta konstituar kuvendin e Kosovës. Jo, në një mënyrë tjetër po kërkoni reflektim nga partitë e tjera që të konstituojnë kuvendin, të votojnë edhe për këtë mënyrë të fshetë të votimit për ta zgjedhur Albin Haxhiun kryeparlamentare apo jo? Tani, unë s'du të lëshohem në emrat përvetshëm, por në obligimin kushtetues ligjor dhe në jetësimin e vullnetit të trupës elektorale të shtetit Kosovës. Sepse, edhe kur vendi hin në krizë politike, gjithmonë duhet të ekzistojë një alternativë, qoftë kushtetuese, qoftë ligjore, qoftë vullneti politik. Edhe në qoftë se subjektet politike mund të dakordohen të shkohet në zgjedhje, nuk mund të organizohen zgjedhje të reja pa konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe unë dua të besoj fuqishëm që tani është bërë një adresim në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës, dua të besoj në kompetencën dhe vlerësimin e drejtë të gardionit të kushtetutshmërisë që gjykata kushtetuese, instanca më e lartë gjyqësore e vendit tonë, që do t'jep një alternativë, do t'a hap një dritare që të dalim nga ky ngërsh politik që fatkeqësisht po i kushton shumë qytetarit Kosovës, të gjitha fushave, arsimit, shëndetësisë, ekonomisë, investimeve të huaja, por është duke i kushtuar shumë në rrafshin e politikës jashtme dhe imazhit të Kosovës. Me konkretisht, zoti Rugova, vendosja pra insiston që bëhet konstituimi i kuvendit me këtë mënyrë të fshehtë, krijimin e komisioni me pas votimin e fshehtë. Por ka qëndrime të ndryshme, kundërshtuese nga partitë e tjera. Si të arrihet kompromisi pra, që të ketë konstituim të kuvendit? Po e them mendimin tim personal, sepse unë nuk mund të flas në emër të strukturave të partisë, sepse janë njerëz të zgjedhur dhe përgjegjës dhe në fakt kanë dhënë vlerësimet e tyre. Vetëm LDK-ja ka një propozim për dalje nga kjo krizë politike që tani vendi vërtet ka hyrë në një rrugë pa krye. Një propozim që nuk është mirëpritur jo vetëm nga lëvizja vetëvendosje, po as nga partitë tjera opozitare. Është një farë hezitimi, nuk ka gatishmëri, nuk ka guxim dhe kreativitet politik të shkohet tutje. Por, unë e tesha në vend të partive politike opozitare që janë pjesë e legjislaturës së re, do e sfidoja LVV-n dhe zotin Kurti. Do e konstituoja kuvendin, do e zgjidhnim kryetarin që i takon subjektit më të madh politik, me nën kryetarit e kuvendit të Republikës së Kosovës, do i konstituonim trupat e kuvendit, komisionet funksionale që janë tepër të rëndësishme, dhe zotit Kurti do i fillonte koha prapa. Vetëm 15 ditë i ka limit kohor që ta bëjë qeverinë e re. Shifet që lëvizja vetëvendosje nuk i ka numrat. Dhe Kurti thotë të kundërtën. Ka numrat për formimin e qeverisë, por si ka për dyshoj që i ka numrat për formimin e qeverisë dhe partitë opozitare do e sfidonin tepër seriozisht. Pastaj, këtu do të hynte në lojë edhe diskrecioni i presidentes vendit, ati besohet partisë dytë e tjera. Por, du me nënvizu, këta deputet që janë zgjedhur